Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar njoftoi se nuk do të marrë pjesë në seancën e gjykatës kushtetuese lidhur me çështjen e pezullimit nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, si antare e Këshillit të Ministrave pas ankimimit të kryeministrit Edi Rama. Në një njoftim zyrtar, GKK sqaron se nuk legjitimohet të marrë pjesë si palë në këtë proces dhe ka renditur 6 arsye kryesore. Kontrolli i gjykatës kushtetuese ushtrohet mbi vendimin e marrë jo mbi gjykatën që e ka nxjerrë atë, ndaj GKK nuk mund të trajtohet si palë kundërshtar. Së dyti, asnjë gjykatë nuk mund të mbrohet nga vetë organi që ka dhënë vendimin. Pjesëmarrja e GKK-s do të cënonte pavarësinë e gjyqtarëve. Së treti, pjesëmarrja mund të krijonte perceptimin se gjykata po mbron vendimin e saj duke rrezikuar besimin e publikut në paanshmërinë dhe integritetin e drejtësisë penale. Vendimet për pezullimin janë të ankimueshme në jurisdiksionin e zakonshëm dhe përfshirja e gjykatës kushtetuese në këtë fazë do të binte ndesh me standardet e administrimit të drejtësisë. Së pesti, çdo pjesëmarrje e GKK-s si palë në gjykimin kushtetues do të ishte jashtë kompetencave të saj, pasi çështja penale ndaj Ballukut vazhdon në jurisdiksionin e zakonshëm. GKK thekson po ashtu se respektimi i parimit të ndarjes së pushteteve dhe i pavarësisë së gjyqësorit është vendimtar për funksionimin e drejtësisë dhe besimin e publikut në sistem. Në një shtet demokratik të së drejtës të bazuar në parimin e sundimit të ligjit dhe të ndarjes së pushteteve, një gjykatë nuk mund të thirret dhe as të legjitimohet si palë në një gjykim kushtetues për të bërë parashtrime apo për të mbrojtur një vendim të dhënë prej saj. Pjesëmarrja e GKK-s si palë e interesuar në gjykatën kushtetuese do të cënonte parimin e ndarjes së pushteteve dhe pavarësinë e brendshme të pushtetit gjyqësor, thuhen ndër të tjera në reagimin e GKK-s.